bashku me drejtoreshën e tatimit zonjën Sheaj ne patëm një takim shumë të frytshëm me bizneset e prodhimeve ushqimore vendase dhe padyshim apeli jonë ishte I qartë, ne u kërkuam këtyre bizneseve përballë afrimit të festave të fundit të vitit që të jenë sa më miqësor me konsumatorin, në radhë parë duke aplikuar çmime proporcionale, çmime të favorshme, siç ndodh në të gjithë botën, ku në fund të vitit bizneset aplikojnë çmime promocionale më të ulta, në mënyrë që të përgjigjen kërkesave dhe pritshmërive të konsumatorit. Kënaqësia ishte e madhe kur dëgjova që bizneset I përgjigjen pozitivisht ftesës tonë për të qenë sa më miqësor me konsumatorin, për të mos rritur në radhë parë çmimet dhe për të aplikuar në masë të konsiderueshme çmime të reduktuara. Kjo I shërben krijimit të një klime besimi midis biznesit dhe konsumatorit, gjë që e konsolidon këtë lidhje. Nga ana tjetër, kjo është dhe një promocion që biznesit I bëjnë vetes tyre, kuptohet, duke aplikuar çmime profesionale. Nga ana tjetër, unë ju dash garanci bizneseve që këtë shembull pozitiviteti që ata pritet të japin në fund të vitit, ne do ta inkurajojmë dhe do ta masivizojmë. Nga ana tjetër, me drejtoreshën e tatimeve, ne dham një mesazh qartë që shitësit e niveleve të dyta dhe treta, ta shtoqëtojnë të shishin me pakicë, nuk do të lejohen në asnjë lloj rrethane të aplikojnë çmime abuzive dhe spekulluese. Ne jemi të vendosur për ta penguar këtë fenomen dhe drejtoria e tatimeve ka natyrisht të gjitha instrumentat ligjore fiskal për të larguar nga biznesi ata operatorë që në pjesën më të madhe janë dhe informal, të cilët spekulojnë në fund të vitit me çmime jashtë kërkesave dhe ofertës. Nga ana tjetër, ajo që është kryesore, ne këtë përqasje do ta vazhdojmë edhe në të ardhmen, duke kërkuar që bizneset nëpërmjet rritjes së ofertës, nëpërmjet rritjes së vëllimit të madhave që qarkullojnë, të jenë në gjendje të aplikojnë edhe çmime favorizuese për konsumatorët. Në këtë mënyrë do krijojmë një frymë pozitiviteti dhe besueshmërie midis prodhimit dhe konsumit dhe do të rrisim konsumin, gjë që është dhe instrumenti I cili çon përpara zhvillimin e ekonomisë, jo vetëm në Shqipëri, po edhe kudo. Zotë Ministër, realiteti është ndryshe, ka një kapërcim të çmimeve, u vi nga tregu me rreth 40 apo 50%, përgjithsisht për perimet, ndërkohë që konsumi është shumë I ulët në tregtar. Tani, unë nuk do të hezitoj, absolutisht, që të pengoj tendencat që ju I përmendi, po mua më rezulton nga kontakti që pata me prodhuesit e shumicës, që kjo ndodh në nivelet e dyta dhe treta. Prandaj ne do të marrim masat që në këtë javë që do t'i drejtohemi fundit të vitit, të krijojmë tregje alternativ, tregje të shumicës në qendër qyteteve, të cilët do të aplikojnë çmime të shumicës dhe do të jenë natyrisht të aksesueshëm nga të gjithë konsumatorët, të gjitha kategorive. Unë vetë do të jem në javën që vjen vazhdimisht në lëvizje nëpër tregje, së bashku me drejtorinë e tatimeve, për të inspektuar nga afër çmimet dhe nga ana tjetër unë u bëj thirrje konsumatorëve që t'i shmangen blerjeve nga prodhuesit e ij, të cilët përgjithsisht janë informal dhe drejtohen qendra të formalizuara, subjekteve tregtar të formalizuar, të identifikuar, të regjistruar, siç janë supermarketet e mëdha, të cilët mua më dhan garanci të aplikojnë çmime profesionale të reduktuara në festat e fundit të vitit. Në këtë mënyrë oferta me çmime të reduktuara nuk do të mungojë dhe për këtë unë jap garanci. Unë vetë do të jem për të promovuar pikërisht zgjerimin e ofertës me çmime të reduktuara. Nga ana tjetër, spekulantët që gjallërohen në fund të vitit do ta kenë shumë vështirë këtë vit. Ju e përmendët me të drejtë që vjen re aty këtu tendenca për të rritur çmimin, prandaj që edhe arsyeja që unë bëhem sot pikërisht për të frenuar që këto ditë tendencën që shfaqet tradicionalisht në fund të vitit për rritje spekulative të çmimeve. Duke qenë tek